Allahun subhanahu wa ta'ala falenderojmë dhe vetëm prej tij falje, ndihmë, udhëzim kërkojmë. Salavatet, selamet qofshin mbi vullën e pejgamberis Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi shokët e tij, mbi familjen e tij dhe mbi të gjithat ata të cilët e ndjekin rrugën e tij me sinqeritet, deri në atë ditë ku thot Allahu subhanahu wa ta'ala: "Yawman la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allaha biqalbin salim." Atë ditë nuk të ban dobi asgjë nga kjo botë, pasuri, pozit, vetëm ai që shkon tek Allahu me një zemër të pastër, me një zemër të përulur dhe të thyer vetëm për Allahun subhanahu wa ta'ala: "Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli." Të nderuar vëllezër, siç kemi premtuar pra në hutbën e kaluar, vazhdo me shpjegimin e hadithit ku thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Arba'un idha kunna fik fala alayka ma fataka min ad-dunya." 4 gjëra nëse i posedon, mos u brengos se çka të humbet nga kjo dunja. Hifdhul amana wa sidqul lisani wa husnul khuluqi wal iffatu fi ta'ma. Pra ruajtja e amanetit, të thanurit e të vërtetës, moralin e lartë dhe ndërgjegjen dhe ndershmërinë të kërkuarit e furnizimit dhe mos lakmimin tek njerëzit, çka posedojnë njerëzit. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte tipar i tij ku tha: "Utitu jawamil kalim", më është dhënë pra me pak fjalë të përmbledhi dhe të tham shumë. Folëm në hutbën e kaluar për hifdhul amana, rëndësia që ka pra ruajtja e amanetit. Allahu subhanahu wa ta'ala kur flet për amanetin thot: "Inna Allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha." Vërtet Allahu ju obligon që t'ja dorëzoni amanetet njerëzve që i meritojnë. Në gjuhën popullore apo në gjuhën e rëndomt, amanet është një porosi që ja përcjell dikujt. Pra nëse një njeri udhton, i thu: "Kam një amanet, t'ja përcjell deri tek filani." Të nderuar vëllezër, amaneti është më i gjerë se sa vetë një porosi që të përcjellet tek dikush. Çdo begati dhe çdo dhunti që Allahu subhanahu wa ta'ala të ka begatu është amanet dhe do të merresh në përgjegjësi për këtë amanet. Pozitën në të cilën e ke është amanet dhe do të pyetesh: "Vallë, a ja ke dhanë apo a ke përçu amanetin dhe a ja ke dhanë hakun asaj pozite që ke?" Familja, të nderuar vëllezër, është amanet, edukimi i fëmijëve është amanet dhe mbi të gjitha ato, të nderuar vëllezër, respektimi i fesë dhe i dispozitave fetare është amanet. Për këtë Omeri radiallahu anhu, prisi i dytë i besimtarëve, kur i dërgoi letra në punësve të administratës së vet, i thonte: "Inna ahamma umuri indi as-salat." Çështja më me rëndësi tek unë është namazi. Faman hafidhaha hafidha dinahu. Kush e ruan dhe është i kujdesshëm për fenë e tij dhe namazin e tij, për gjëra tjera është edhe më i kujdesshëm. Mirë po, wa man dayaha fa huwa ma siwaha adya. Dhe kush e humbet pra fenë apo namazin kështu me radhë, gjëra tjera, të nderuar vëllezër, i drejtu Omeri është ende më neglizhent. Dhe folme, të nderuar vëllezër, hutbën e kaluar për amanetin dhe rëndësia e edukimit dhe kështu me radhë. Dërsa sot me lejen Allahu subhanahu wa ta'ala do të flasim për pikën e dytë të këtij hadithi: sidqu lisan, të thënurit e vërtetës. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me një hadith thot: "Aleikum bis-sidq, fa inna as-sidqa yahdi ila al-birr wa inna al-birra yahdi ila al-janna." Përmbahuni, thot, të vërtetës dhe thuni të vërtetën, sepse të thanurit e vërtetës të drejton ka mirësia dhe mirësia të çon në xhenet. Wa la yazalu al-abdu yasduqu wa yataharra as-sidqu hatta yuktab 'inda Allahi siddiqa. Thot njeriu, thot e thot të vërtetën dhe mundohet ta thot të vërtetën vazhdimisht deri sa të shkruhet tek Allahu besnik. Pra që e thot të vërtetën. Dhe e kundër ta thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Wa iyyakum wal kadhib." Keni kujdes nga gënjeshtra. Fa innal kadhiba yahdi ila al-fujur, sepse gënjeshtra, mashtrimi dhe rrena, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam,
çon në çthuarje dhe në mëkate. Wa innal fujura yahdi ila an-nar, dhe çthuarja dhe mëkatet çojnë në zjarr. Wa ma yazalu al-abdu, thot yakdhibu, thot vazhdon, thot robi njeriu pra të mashtroj dhe të gënjej, hatta yuktab inda Allahi al-kadhab, dhe derisa në atë moment që shkruhet dhe regjistrohet në regjistrat e Allahut subhanahu wa taala si mashtrues apo gënjeshtar. Të nderuar vëllezër, si thash më herët, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka dhënë formula dhe pak fjalë, mirë po me përmbledhje dhe me përmbajtje shumë të madhe. Ky hadith prej disa fjalëve mirë po tregon një kulturë apo jep një si më thanë mundohet, mirë po jep një zgjidhje për një dukuri negative që është përhap në mesin ton për fat keq në mesin e muslimanëve. Pra me këtë hadith të nderuar vëllezër, kontribojmë që ta largom, ta menjënom një dukuri që është përhap në mesin e besimtarëve apo në mesin e muslimanëve fatkeqësisht. Duhet ta kuptojmë të nderuar vëllezër se në këtë jetë nuk ka asgjë përveç se dy, ose e thu të vërtetën ose gënjen. Nuk ka treta. Pra, për atë Allahu subhanahu wa taala kur flet për njeriu dhe dy me lajke që i autorizoj që të shkruajnë çdo gjë që ka del nga goja e njeriu, thot idh yatalaqqa al-mutalaqiyani anil yamini wa anil shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Thot ne thot i kemi autorizu, thot dy engjëj, një në të djathtën dhe një në të majtën. Ma yalfidhu min qawl, nuk del një fjalë nga goja e njeriut illa ladayhi raqibun atid, vetëm se do ta shkruaj. Do ta shkruajmë si të vërtetë që ka dalë apo do ta shkruaj si gënjeshtër që ka dalë. Pra të nderuar vëllezër, ky ajet na ban të reflektojmë dhe na ban të jemi të kujdesshëm se çka del nga goja jonë. Mendoj se gënjeshtës të nderuar vëllezër, kultura që mbizotron sot në mesin ton është nënvlerësu çështja e gënjeshtërës. Është lehtësu çështja e gënjeshtërës dhe janë shpërfill pasojat që ka gënjeshtra. Pra njeriu gënjen qoftë me loj, qoftë serioz, pra thjesht edhe njeriu nëse mashtron dhe rren dhe kështu me radhë, edhe në shoqëri nuk duket, pra është bërë diçka normale për fat të keq. Pse të nderuar vëllezër? Se kur hapet një dukuri negative dhe nuk kundërshtohet, nuk mohohet, nuk llogaritet si e gabueshme dhe kështu me radhë, ajo fillon dhe bëhet normale. Dhe sot të gënjesh, të mashtrosh, pra llogaritet aftësi, ndërsa sinqeriteti, besnikëria dhe kështu me radhë llogaritet naivitet. Pra nëse arrin me mashtru dikën, llogaritesh si i aftë. Ndërsa nëse je i sinqert dhe tregohesh i sinqert në punën tënde, nuk kupton, është naiv dhe kështu me radhë. Pse? Pse të nderuar vëllezër janë ndryshu gjërat. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tregon me këtë hadith të nderuar vëllezër se keni kujdes pra nga mashtrimi dhe mundohuni dhe përmbahuni të vërtetës. Pse të nderuar vëllezër? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot aleikum bisidq, thoni dhe përmbahuni të vërtetës. Pse? Sepse e vërteta të çon drejt mirësisë. Shtrohet pyetja, çfarë rolit ka njeriu në këtë botë? A nuk e ka rolin për me bë mirë, mi kontribu shoqërisë dhe kështu me radhë, dhe mu largu nga çrregullimet dhe gjërat e këqija dhe sherrat dhe kështu me radhë? Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, e vërteta dhe të përmbahurit e vërtetës të nderuar vëllezër të çon drejt kësaj rruge, drejt mirësisë. Momenti që njeriu vazhdon dhe e thot të vërtetën dhe nuk gënjen me çfarë do çmimi të nderuar vëllezër, ky vazhdon dhe e thot të vërtetën derisa shkruhet tek Allahu si besnik, si njeri që i thot të vërtetën. Dhe për këtë të nderuar vëllezër, Ebu Bekri Siddiku, njeriu që i besoi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në të parët, tha Ebu Bekri besniku. Meriemi, nana e Isës alayhis salam, çka thot kur e përshkruan Allahu në Kur'an, wa ummuhu siddiqa, nëna e saj besnike. Pra të nderuar vëllezër, besnikëria është shkalla apo pozita ma e lartë që mundet ma arrit njeriu. Pejgamberizmi
është gja apo shkallë që arrin përmes shpalljes. Mirë po besnikëria të nderuar vëllezër është shkallë dhe pozitë që arrin njeriu me mundin dhe me orvatjen që e bën apo me punën e vet. Dhe e kundërta. Aleikum bisidq, pra keni thoni të vërtetën, përmbahuni të vërtetës, sepse të përmbahunit dhe të thanurit e vërtetës të nderuar vëllezër të çon në mirësi, momentin që njeriu vazhdimisht e thotë të vërtetën, ky njeri të nderuar vëllezër, kjo vërtetësi do t'i ndihmojë edhe në këtë botë, edhe në botën tjetër. Dhe e kundërta, nëse njeriu nuk e thotë të vërtetën, kjo do të ketë pasoja në këtë botë edhe në botën tjetër. Momentin që njeriu të nderuar vëllezër gënjen apo nuk e thotë të vërtetën, ky person përveç se e ka mashtru personin, mirë po ky person e ka mashtruar edhe Allahun subhanahu wa taala. Sepse Allahu e ndaloi gënjeshtrën. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, kush na mashtron neve, nuk ka shprej neve. Momentin që ti mashtron të nderuar vëllezër, ti në mënyrë direkte apo në mënyrë indirekte ti veç edhe e ke mashtru Allahun dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Mirë po të nderuar vëllezër ta kuptojmë se të bindemi. Nuk ka mundësi një njeri me dëshmu se Allahu subhanahu wa taala është hak, është i vërtet. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është hak dhe është i vërtet, pastaj me qenë në mëdyshje dhe me pas dyshim dhe mos me qenë i bindur në ato që i ka thënë Allahu dhe pejgamberi. Në këtë rast ndalimin e gënjeshtrës dhe rrenën. Mirë po njeriu të nderuar vëllezër shpesh bie viktim e shejtanit dhe mendon se me gënjeshtër apo duke gënjur dhe me rrenë dhe kështu me radh do të arrijë sukses. Mirë po ky i mirë nuk e din se gënjeshtra dhe rrena është shkatrues në këtë botë dhe në botën tjetër. Është shkatrues për ardhmërinë e tij në këtë botë dhe në botën tjetër. Ndërsa e kundërta, të thanurit e vërtetës të nderuar vëllezër, edhe pse ka momente që njeriu nëse e thot të vërtetën do t'i ngushtohet. Mirë po kjo nuk e lejon që njeriu të gënjej dhe të mashtrojë. Të thanurit e vërtetës të nderuar vëllezër është shpëtim afatgjat në këtë botë dhe në botën tjetër. Ishtë si çështja e injeksionit apo gjilpërës që shkon njeriu tek mjeku. Gjithë e dim se në momentet e para të nderuar vëllezër ka mundësi një terapi që ta jep mjeku, një injeksion dhe kështu me radhë, një infuzion, një operacion dhe kështu me radhë, ka mundësi në fillimet e para të nderuar vëllezër mund të mund të ndjejë njeriu dhimbje. Mirë po në afatgjat ky njeri do të jetojë i shëndosh gjithë jetën. Dhe e kundërta, ai njeri që gënjen ka mundësi në momente të caktuara mendon se bani zgjidhje në thojza, mirë po në afatgjat ky njeri ka shkatruar ardhmërinë e vet. Siç ai njeri që mendon kur i mblidhen problemet e ndryshme në jetën e tij, mendon se duke pi alkohol tash po i harroj problemet. Të nderuar vëllezër, duke u deh nuk harrohen problemet. Thjesht ballafaqimi me problemet është zgjidhja e problemit dhe jo dehja, alkoholi, rrena, mashtrimi, tradhtia, të mendom se janë zgjidhje. Nëse po them kushtimisht mendon se janë zgjidhje, të jesh i bindur se është zgjidhje e përkohshme në thojza me një përfundim shumë të rrezikshëm në dunja dhe në ahiret. Për atë Allahu subhanahu wa taala në këtë ajet kur tha të keni kujdes, desh me na çu neve një porosi dhe një mesazh, të keni kujdes se janë dy me lajke të autorizuar. Nuk del një fjalë, vetëm se ose është e vërtet, ose është e gënjeshtër. Na jep të kuptoj të nderuar se nuk ka pozitë të tretë nga një vepër apo një fjalë që del nga goja jon apo një vepër që e bën. Dhe ai që e ndan të nderuar vëllezër, moralin sjelljen nga feja e ka gabim. Sepse fe është të nderuar vëllezër nashat e dini el haraki fil mujtama. Çka do të thotë fe të nderuar vëllezër? Është lëvizjet dhe veprimet që i bën ti në shoqëri, kjo është fe. Pra feja të nderuar vëllezër nuk ka vetëm që të vish në xhami ti falsh 4 rekat, pastaj delsh dhe të mashtrosh. Feja të nderuar vëllezër duhet ta kuptojmë në tërësinë e saj. Kur thot Allahu subhanahu wa taala, ya ayyuhalladhina amanu, o ju të cilët keni besuar, udkhulu fi silmi kafatan, hyni në fe komplet. Kur e përshkruan Aisha pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për moralin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kana khuluquhu al-Quran. Morali i pejgamberit ishte Kurani.
Pra, fe të nderuar vëllezër, dini Islami është çdo lëvizje dhe çdo veprim që e bën ti në shoqëri. Nëse veprimet dhe sjelljet dhe kështu me radhë në shoqëri tek ti janë në rregull, dije se feja jote është në rregull. Nëse veprimet që i bën në shoqëri nuk janë në rregull, mashtron, gënjen, tradhton dhe kështu me radhë, dije të nderuar vëllezër se edhe feja jote nuk është në rregull. Pra, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do të vazhdo me hutben tjetër kur flasim husnul khuluq, morali i lartë. Arabët të nderuar vëllezër kishin disa cilësi të mira, e kishin bujarinë dhe kështu me radhë, mirë, po disa cilësi nuk i kishin të mira. Kur erdhi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, çka tha? Bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq. Ju në disa gjana prej moralit i keni të mira, mirë, po disa gjana nuk i keni të mira. Unë jam dërgu që t'i rregulloj dhe t'i plotësoj ato gjëra të cilat ju nuk i keni të mira. Pra të nderuar vëllezër, kjo është pika e dytë e hadithit, pra sidqul lisan, rëndësia të thanurit e vërtetës. Mos të mashtrohemi dhe mos të mendojmë se me gënjeshtra dhe me tradhti dhe kështu me radhë do të arrisim rezultate. Asesi dhe kursesi. E vërteta, të thanurit e të vërtetës, të përmbajturit e vërtetës të nderuar vëllezër, është ajo që sjell rezultate në këtë botë dhe në botën tjetër. Të gënjërit, mashtrimet, tradhtia të nderuar vëllezër janë ato të cilat edhe, domethënë, as nuk ka njeri radhmëri edhe në këtë botë, edhe në botën tjetër. Të nderuar vëllezër, dyert e pendimit janë të çelur. Të reflektojmë dhe çdo kush nga ne ta shoqëroj këtë ajet në mbrëmsinë e tij dhe vazhdimisht jetoj me këtë ajet, se nuk del një fjalë nga goja jote, dije se do të merresh në llogari për atë fjalë. Mirë, keq. Mos i hap derë vetes e thash nuk e pata qëllim, deshta, nuk deshta. Sepse ka mundësi ti një fjalë e thu, nuk e ke për qëllim, mirë, po me atë fjalë mund të shkatrosh familje. Pra nuk ka çështja, nuk ka gjuha, pra të nderuar vëllezër me fol çka du, si du dhe kështu me radhë. Se siç thash, ka mundësi tek ti një fjalë, nuk i dhash rëndësi. Për një pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur foli për rëndësinë se çka del nga goja e njeriu, thot ka mundësi, thot një njeri e thot një fjalë, la yulqa alaiha bal. Nuk i jep rëndësi asaj fjale, shkon në xhehenem, Allahu na ruaj 70 vite. Pse? Pa një fjalë thash. Të nderuar vëllezër, një fjalë thave ti, mirë, po kjo fjalë ka mundësi të lajnë pasojet tek dikush shumë. Ka mundësi ta prish një familje, ka mundësi ta thesh zemrën e dikujt, ka mundësi. Pra mos t'i llogarisim fjalë, vetëm fjalë dhe të thomë, mirë, po të kemi kujdes se çdo fjalë që e themi do të pyetemi dhe do të merremi në llogari. Vazhdojmë me hutben e tjetër, pikën e tretë të hadithit të nderuar vëllezër, husnul khuluq, pra morali i lartë. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم.